I fundit është harrimi shky, asish harrim. Kadareja dihet që është në yllësinë e poetëve të mëdhenj shqiptar të shekullit të kaluar, edhe natyrisht edhe në vijim. Edhe pikërisht tema hapur, të themi, tema e ditës së 14 shkurtit Shën Valentinit dashurisë, zë në krijim të rinë e tij një vend të veçantë qysh në librat e parë me poezi. Dësa sidomos një përmbysje pati tek vëllimi i tij i famshëm Shekulli im, ku gjithashtu tema e dashurisë është mbizotëruese. Në poezinë Kristal ka kapur një gjendje emocionale që na fut menjëherë në atmosferën e kësaj dite të veçantë. Që e quajmë ditën e të dashurorëve dhe në radhë parë përfitojmë moshën e brisht, moshën rinore. Në fakt, pa dashur që ndërpres ligjëratën, gjithë qëllimi ishte pikërisht ky, sepse ne e konceptojmë në ditën e dashurisë që dashuria është vetëm një akt i të rinjve, por duke e marrë nga përvoja juaj jetësore, ashtu edhe nga përvoja juaj letrare, prandaj dhe ju shtroi pyetjen harrimi shky asish harrim. Sepse unë kam parasysh një varg të Pushkinit gjenial, dashuria nuk njeh moshë. Dhe përjetimi ta zëm një poezie të veçantë ka të bëjë me anën subjektive të asaj vajze, atij djali, asaj gruaje, atij burri, të atij të moshuari dhe asaj të moshuare, sepse tham që dashuria nuk një moshë. Edhe bukuria e një poezie të tillë është pikërisht sepse gjithsecilit i jepet një kënd të vështrim. Ish humbje apo si ish humbje, ish varr apo ish një bistak, një lule. Domethënë, ai ta lë të hapur sido që të zhvillohet një ngjarje, qoftë edhe brenda një poezie. Ish humbje po nuk ish humbje. Në ç'kuptim? Njëherë do të kemi parasysh edhe në rastin e deziluzioneve, zhgënjimeve, humbjeve në dashuri. Përsëri dashuria nuk është dukur. Dashuria është stresuar në ndërgjegje, në nënvetëdi, subkonsciencë. Ajo ngelet aty, herë si lule, herë si kujtesë e freskët, por edhe herë si nostalgji, edhe herë si humbje. Por megjithatë, ajo nuk është zhdukur si ndjenjë. Ajo është rrënjosur në brenda njeriut. Dhe pikërisht këtë më kujton kjo poezi, shumë e bukur, sepse gjithsesi është humbje apo është fitim, është ana si thuash e fundit, është finishi i diçkaje. Ke humbur apo ke fituar, por ke dashuruar. Dhe këtu është gjë më e bukur. Prandaj emocionalisht je ndier vital, që rëndësika ngjarja. Po, edhe ne kur e lexojmë që më transmetohet, ne të dy që jemi poet me Gjir Fredin, ne na transmetohet një gjendje, ashtu si i transmetohet çdo lexuesi. Por këtë gjendje me forcën e imagjinatës se cili e veshë mas mënyrës vetë, sepse dashuria do ta çojë diku, në një qytet, në një rrugiç, do ta çojë në një mbrëmje vallëzimi, do ta çojë në një bankë të universitetit, do ta çojë në një park, në lulishte. E gjitha kjo të jepet si mundësi që me anë të imagjinatës, imazheve të tua, ta veshësh këtë moment kaq të bukur poetik.